Rënia e mureve të Jerikos, çfarë i rrëzoi vërtet gurët 6 ditë pa asnjë fjalë të vetme. 6 ditë hapash ritmik, borish që bien dhe asnjë sulm. Jeni brenda Jerikos, të mbrojtur nga mure të 2 fishta që kanë rezistuar për shekuj. Por diçka nuk shkon. Nuk ka britma lufte, nuk ka shigjeta, nuk ka rrethim tradicional. Vetëm tingulli për sëritës dhe ajo heshtje shqetësuese. Në ditën e 7, gjithçka ndryshon. Dhe kur britma më në fund vjen, gurët që ju mbronin kthehen në rënimin tuaj. Kjo është historia e një prej betejave më të çuditshme të regjistruara ndonjëherë në historinë njerëzore. Një pushtim pa rrethim. Një fitore pa armë konvencionale. Një kolaps që sfidon shpjegimet e thjeshta dhe që, mi vjeçar më vonë, ende nxit debate të nxehta midis arkeologëve, teologëve dhe historianëve. Por para se të kuptoni se si ran muret, duhet të kuptoni se çfarë e bënte atë qytet praktikisht të pamposhtur. Jemi rreth 1400 vjet para Krishtit. Populli i Izraelit sapo ka kaluar një sprovë 40 vjeçare në shkretëtir. Një brez i tër lindi dhe vdiq midis daljes nga Egjipti dhe hyrjes në Kanaan. Mojsiu, udhëheqësi që u përball me faraonin, që ngriti bastunin mbi detin e kuq, që mori pllakat e ligjit në Sinai, nuk është më mes tyre. Vdiq në malin Nebo, me sytë e fiksuar mbi një tokë që këmbët e tij nuk do ta shkelnin kurrë. Udhëheqësi i ri quhet Josue. Dekada më parë, ai kishte qenë një nga 12 spionët e dërguar për të vrojtuar Kanaanin. 10 u kthyen të tmerruar. Thanë se pushtimi ishte i pamundur. Se banorët ishin gjigantë. Se qytetet ishin të fortifikuara deri në qiell. Populli hyri në panik. Deshi të kthehej në Egjipt. Preferoi skllavërinë e njohur ndaj rrezikut të panjohur. Jozue dhe Kalebi ishin të vetmit që menduan ndryshe. Thanë se toka ishte e mirë. Se Perëndia do t'i dorëzonte armiqt në duart e Izraelit. Se nuk kishte arsye për t'u frikësuar. Askush nuk u besoi atyre. Për shkak të kësaj pabesje, Perëndia dekretoi që ai brez do të vdiste në shkretëtir. 40 vjet pritje. 40 vjet duke parë trupat e të pabesëve duke u varrosur në rër. 40 vjet që një brez i ri të rritej, një brez që nuk e njihte Egjiptin, që nuk mbarte mentalitetin e skllavit. Dhe tani, më në fund, Jozue u qëndron në bregun e Jordanit duke vështruar tokën e promisë. Por pengesa e parë në rrugë nuk ishte çfarëdo qyteti. Jerikoja zinte një pozicion strategjik që e bënte atë praktikisht të detyrueshme. E vendosur në luginën e Jordanit, rreth 250 metra në nivelin e detit, ajo kontrollonte të gjitha rrugët tregtare që lidhnin Egjiptin me Mesopotamin. Kushto që zotëronte Jerikon, zotëronte qarkullimin e mallrave, ushtrive, informacioneve dhe pasurive. Ishte një pikë furnizimi jetike, me burime ujë të bollshme në një territor kryesisht arid dhe armiqësor. Gërmimet arkeologjike moderne zbulojnë diçka mbreslënëse. Jerikoja është një nga qytetet më të vjetra të banuara vazhdimisht në botë. Njerëzit jetonin atje tashmë prej më shumë se 10.000 vjetësh. Mure mbrojtëse e mbronin vendin që të paktën 8.000 vjet para Krishtit. Mendoni për implikimin e kësaj. Kur izraelitët mbërritën, Jerikoja kishte tashmë një traditë mbrojtëse prej mijëra vjetësh. Mijëra. Breza banorësh kishin përsosur fortifikimet, kishin korrigjuar dështimet, kishin përforcuar pikat e dobëta, kishin mësuar nga çdo sulm i pësuar. Ai nuk ishte një qytet i improvizuar nga nomadët. Ishte një kështjell e testuar nga koha, e rafinuar nga përvoja, e ndërtuar për të rezistuar. Sistemi mbrojtës që gjetën izraelitët përbëhej nga shtresa të shumta mbrojtjeje. Së pari, një mur mbajtës i bërë nga gur masiv, i ngritur rreth 4 metra lartësi. Pastaj, një argjinatur e pjerrët prej dheut të ngjeshur që ngjitej për më shumë se 10 metra shtesë. Në majë të kësaj argjinature, një mur i dytë, i ndërtuar me tulla balte të thara në diell, me trashësi rreth 2 metra dhe lartësi mbi 4 metra. Bëni llogarit. Lartësia totale e sistemi mbrojtës nga baza në majë kalonte 15 metra. Ishte si të përpiqeshe të ngjiteshe në një ndërtesë 5 katëshe në një shishigjetash dhe gurësh. Dhe kishte ende një problem tjetër. Një pjesë e popullsisë së Jerikos jetonte në shtëpi të ndërtuara drejt për drejt mbi mur ose të mbështetura pas tij. Kjo do të thoshte se mbrojtësit kishin akses të menjëhershëm në pozicionet e luftimit. Çdo përpjekje për të ngjitur do të pritej me dhunë të menjëhershme.
Portat ishin të përforcuara me dru dhe bronz, shumë të ngushta për të lejuar hyrjen e kontingjenteve të mëdha. Jerikoja nuk ishte vetëm e përgatitur për të rezistuar. Jerikoja ishte e përgatitur për të fituar. Dhe izraelitët? Çfarë kishin ata? Nuk kishin katapulta. Nuk kishin kulla rrethimi. Nuk kishin desh rrethues. Nuk kishin përvojë në pushtimin e qyteteve të fortifikuara. Kishin kaluar 40 vjet si nomad në shkretëtir, duke kullotur dele, duke ngritur dhe çmontuar tenda, duke mbjetuar me man. Betejë e fundit e rëndësishme që bën ishte kundër fiseve në shkretëtir, jo kundër mureve prej guri. Si mundet një ushtri e tillë të rrëzonte një kështjell që rezistonte prej 1000 vjeçarësh? Kjo është pyetja që çdo komandant ushtarak i kohës do të bënte. Dhe përgjigjja që mori Jozue sfidonte absolutisht çdo logjik të njohur. Libri i Jozueut, kapitulli 6, regjistron udhëzime specifike që vinin drejt për drejt nga Perëndia. Izraelitët duhej të marshonin rreth qytetit një herë në ditë për 6 ditë rresht. Përpara, burrat të armatosur që formonin një linjë mbrojtjeje. Pastaj, 7 priftërinj që mbanin bori të bëra nga briret e dashit. Më pas, arka e beslidhjes, objekti më i shenjtë i të gjithë popullit, e mbajtur nga levitët. Dhe pas, pjesa tjetër e ushtrisë dhe turma. Por këtu vjen pjesa e çuditshme. Gjatë gjithë marshimit, askush nuk mund të fliste. Askush. Asnjë fjalë. Asnjë britmë lufte. Asnjë provokim ndaj armiqve. Vetëm tingulli i borive dhe zhurma ritmike e hapave mbi tokën e thatë. Heshtje absolute. Tani ndryshoni perspektivën për një moment. Ju nuk jeni më izraelit. Ju jeni banor i Jerikos. Ju keni dëgjuar tashmë rrëfimet për këtë popull të huaj që erdhi nga shkretëtira. Karvanët sollën histori shqetësuese. Thanë se deti u hap që ata të kalonin. Thanë se një ushtri e tërë egjiptianësh, fuqia më e madhe ushtarake e botës së njohur, u gëlltit nga ujrat. Thanë se ata mposhtën Amorejt, popull luftëtar që të merronin rajonin prej brezash. Dhe ju e dini se çfarë ndodhi para pak ditësh. Lumi Jordan, i cili duhej të ishte i mbushur në këtë kohë të vitit për shkak të shkrirjes së Deborës, thjesht ndaloi së rrjedhuri kur ata u afruan. Uji u grumbullua kilometra më lart, sikur një dorë e padukshme ta mbante. Dhe ata kaluan në këmbë, në shtratin e thatë, sikur të ishte një rrugë e zakonshme. Tashmë ekziston frika brenda jush para çdo përballjeje. Dhe atëherë, në ditën e parë, ju e shihni. Nga lartësia e mureve, vëzhgoni mira njerëz duke marshuar në rreth qytetit. Burra të armatosur përpara. Priftërinj duke mbajtur diçka të mbuluar. Një ushtri e tërë duke u lëvizur në formacion. Ju prisni sulmin. Prisni britmat. Prisni shigjetat. Por asgjë nga këto nuk ndodh. Ata vetëm ecin. Në heshtje absolute. I vetmi tingull është ajo rënje e rëndë dhe konstante e borive prej briri. Një tingull që nuk e keni dëgjuar kur më parë. Një tingull që duket se vjen nga një botë tjetër. Ata përfundojnë një xhiro të plot rreth mureve dhe pastaj thjesht largohen. Kthehen në kampin e tyre në anën tjetër të luginës. Asgjë tjetër nuk ndodh. Në ditën e dytë, e njëjta gjë. Në të tretën, identike. Në të katërtën, në të pestën, në të gjashtën. Rutina përsëritet me saktësi shqetësuese. Gjithmonë në të njëjtën orë. Gjithmonë në të njëjtin formacion. Gjithmonë në heshtje. Ju nuk mund të flini siç duhet. Nuk e dini se kur do të vijë sulmi. Çdo natë mbyllni syt duke pritur të zgjoheni me tingullin e betejës, dhe çdo mëngjes zgjoheni vetëm me atë heshtje dhe atë marshim përsëritës. Tensioni gërryen mendjen tuaj. Pritja konsumon nervat tuaja. Heshtja e tyre bëhet më kërcënuese se çdo britmë lufte do të ishte ndonjëherë. Ky nuk ishte një rrethim konvencional. Ishte luftë psikologjike në formën e saj më të pastër. Rrethimet tradicionale të lashtësisë funksiononin përmes konsumimit. Ushtria sulmuese rrethonte qytetin, ndërpreu linjat e furnizimit dhe priste që uria të bënte punën e pis. Ose ndërtonte rampa monumentale prej dheu për të arritur majën e mureve. Ose përdorte desh rrethues gjigant për të rrëzuar portat e përforcuara. E gjithë kjo kërkonte kohë. Javë. Muaj. Ndonjëherë vite të tëra.
Rrethimi i Lakishit nga asirianët, sheku i pas Jerikos, zgjati kohë të mjaftueshme që të ngriheshin rampa gjigante, të ruajtura deri më sot si dëshmi arkeologjike. Rrethimi i Jerusalemit nga Nabukodonosori zgjati gati 2 vjet, me popullsinë që shuhej nga uria brenda mureve. Jerikoja ishte krejtësisht ndryshe. 7 ditë. Pa rampa. Pa desh rrethues. Pa uri të detyruar. Pa sulme nate. Vetëm prani e heshtur, përsëritje rituale dhe ai tingull konstant i borive që nuk linte askënd të qetë. Por dita e 7 e theu modelin. Dhe ndryshoi gjithçka. Atë ditë, izraelitët u zgjuan para agimit, kur qielli ishte ende i errët. Marshimi filloi më herët se në ditët e mëparshme. Dhe nuk ndaloi në xhiron e parë. Vazhdoi. Xhiroja e dytë. E treta. E katërta. Dielli lindi në horizont dhe ata vazhdonin të qarkullonin pa ndalur. Xhiroja e 5. E 6. Nxehtësia filloi të rëndonte dhe marshimi vazhdonte, i pamëshirshëm. Banorët e Jerikos vëzhgonin nga muret, gjithnjë e më të shqetësuar. Diçka kishte ndryshuar. Diçka ishte ndryshere. Në xhiron e 7, priftërinjtë bën diçka që nuk e kishin bërë në 6 ditët e mëparshme. Zgjatën tingullin e borive. Nuk ishte një rënje e shkurtër si më parë. Ishte një tingull i vazhdueshëm, në rritje, që u përhap në lugin dhe bëri jehon në malet përreth. Një tingull që dukej se nuk kishte fund. Një tingull që bënte ajrin të dridhej. Dhe atëherë Jozue u ngriti dorën dhe dha urdhrin që populli priste prej 6 ditësh të tëra. Britni. Teksti biblik përdor një fjalë specifike në hebraisht për të përshkruar atë që ndodhi në atë moment. Fjala është terua. Do të thotë një britmë lufte, një aklamacion intensiv, një klithmë shpërthyese. Nuk ishte zhurmë që organizuar e një turme. Ishte një tingull i koordinuar, i sinkronizuar, i lëshuar njëkohësisht nga 10 mijëra zëra pas 6 ditësh heshtjeje të detyruar. Kontrasti ishte shkatërues. Heshtje absolute për 6 ditë. Dhe pastaj, pa pritmas, një ulërim kolektive që grisi ajrin. Dhe muret ranë. Teksti thotë se muri u shem. Fjala hebraike tregon kolaps strukturor, rrëzim të papritur. Gurët dhe tullat nuk shpërthyen nga brenda, siç do të ndodhte me goditjen e një dashi rrethues. Ran nga jashtë. U shembën duke formuar rampa natyrore rënojash që u lejuan izraelitëve të ngjiteshin dhe të hynin në qytet menjëherë, pa shkallë, pa pajisje, pa pengesa. Ky detaj duket i vogël, por është absolutisht vendimtar. Dhe është saktësisht ajo që arkeologët gjetën 1000 vjeçar më vonë. Gërmimet në Tel es Sultan, siti arkeologjik i identifikuar si Jerikoja e lashtë, zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Shtresa tullash balte të rëna në bazën e mureve, të gjitha të anuara nga jashtë. Nuk ka shenja të qarta të thyrjes ushtarake tradicionale. Nuk ka shenja të deshve rrethues. Nuk ka dëshmi të gërmimeve nën mure. Ajo që ekziston është dëshmi e pamohueshme e kolapsit të papritur, sikur e gjithë struktura thjesht të ishte dorëzuar menjëherë, në një moment të vetëm katastrofik. Si është e mundur kjo? Si mundet që mure që rezistuan për mijëra vjet të shemben kështu, pa pritmas, saktësisht në momentin kur një ushtri armike bërtet? Shkenca ofron disa hipoteza. Jerikoja ndodhet drejt për drejt mbi qarjen e luginës së Jordanit, një nga zonat sismike më aktive të gjithë lindjes së mesme. Tërmetet nuk ishin ngjarje të rralla në rajon. Regjistrimet historike përmendin shkatërime të papritura të qyteteve të ndryshme përgjatë kësaj qarjeje në periudha të ndryshme të lashtësisë. Një lëkundje sismike në momentin e saktë të britmës do të shpjegonte kolapsin e papritur strukturor. Por faktorët shkojnë përtej gjeologjisë. Muret e Jerikos ishin bërë me tulla balte të thara në diell. Ky material, ndonse rezistent ndaj peshës vertikale, është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj dridhjeve anësore dhe infiltrimit të ujit. Shirat intensiv në javët e mëparshme mund të kishin dobësuar llaçin midis tullave. Pesha e shtëpive të ndërtuara mbi mur shtonte stres strukturor konstant. Vite të tëra dridhjesh të vogla të pakuptueshme mund të kenë krijuar mikrokrisje që u akumuluan derisa arritën një pikë kritike thyrjeje. Muret ishin gati për të rënë. Duhej vetëm një shtyrje përfundimtare. Tingulli i borive dhe britma kolektive e mijëra njerëzve nuk do të kishin fuqi fizike të mjaftueshme për të rrëzuar një strukturë të asaj madhësie.
Kjo është e pamundur nga pikpamja e akustikës. Por rrëfimi biblik mund të jetë duke përshkruar dy ngjarje të dallueshme që ndodhen njëkohësisht dhe u interpretuan si një e vetme, rituali njerëzor dhe fenomeni natyror duke konvergjuar në të njëjtin çast të saktë. Për izraelitët që ishin aty, nuk kishte as dyshimin më të vogël për atë që kishte ndodhur. Ajo ishte ndërhyrje hyjnore. E drejt për drejt. E pamohueshme. Mbinatyrale. Koincidenca ishte shumë e saktë për të qenë rastësi. 6 ditë përgatitjeje skrupuloze. Një ditë e 7 kulmi në rritje. Dhe saktësisht në momentin kur Britma bën jehon në Lugin, gurët që mbronin armiqt e Perëndisë shndërrohen në rënoja. Nëse besoni në një Perëndi që qeveris natyrën, nuk ekziston kontradikt midis tërmetit dhe mrekullisë. Tërmeti do të ishte thjesht instrumenti në duart e krijuesit. Mjeti që ai zgjodhi të përdorte në atë moment specifik për të përmbushur fjalën e tij. Por kolapsi i mureve ishte vetëm fillimi i asaj që ndodhi atë ditë. Ajo që erdhi më pas ishte shkatërim absolut. Libri i Josueut përshkruan se izraelitët hyrën në qytet dhe shkatëruan gjithçka që gjetën. Burra, gra, fëmijë, kafshë. Urdhri hyjnor ishte asgjësimi total, një koncept i quajtur në hebraisht herem, kushtimi i plot Zotit përmes shkatërimit. Asgjë nuk duhej të plaçkitej për përfitim personal. Asnjë ushtar nuk mund të mbushte xhepat me arin e tjetrit. Objektet prej ari, argjendi, bronzi dhe hekuri do të ndaheshin për thesarin e Zotit. Gjithçka tjetër do të konsumohej nga zjarri. Dhe zjarri e konsumoi. Arkeologët gjetën një shtresë hiri me trashësi mbi 1 metër në disa zona të sitit të Jerikos. Kokra gruri dhe elbi të karbonizuara u zbuluan ende brenda qypave të magazinimit, të ruajtura nga vetë nxehtësia që i shkatëroi. Ky detaj është jashtëzakonisht domethënës. Në pushtimet ushtarake normale, ushimet ishin gjithmonë objektivi i parë i plaçkitjes. Ushtrit e uritura pas marshimeve të gjata nuk e djegin ushimin. E plaçkitin. E glabërojnë. E magazinojnë për betejat e ardhshme. Fakti që kokrat u shkatëruan bashkë me gjithçka tjetër konfirmon se ky nuk ishte një pushtim i motivuar nga interesi ekonomik apo territorial. Ishte ekzekutimi i një urdhri specifik dhe të pakontestueshëm. Zjarri ishte aq intensiv sa shkatëroi një pjesë të mirë të materialeve organike që mund të ndihmonin arkeologët moderne në datimin e saktë të ngjarjes. Kjo ushqen debatet akademike deri më sot. Disa kërkues e datojnë shkatërimin rreth 1550 vjet para Krishtit. Të tjerë argumentojnë për data të ndryshme, disa shekuj para ose pas. Shtresa e hirit ekziston. Shkatërimi i dhunshëm është i pamohueshëm. Data e saktë mbetet në diskutim. Por jo gjithçka u shkatërua atë ditë. Një shtëpi mbeti në këmbë mes rënojave. Një familje u kursye mes vdekjes. Dhe ky përjashtim i vetëm mbart një kuptim që përshkon të gjithë Biblën, nga beslidhja e vjetër në terren. Para se të fillonte çdo marshim, Jozue u kishte dërguar 2 spion për të hyrë fshehurazi në Jeriko dhe për të vrojtuar mbrojtjen e qytetit. Ata kaluan muret dhe u strehuan në shtëpinë e një gruaje të quajtur Rahaba. Teksti biblik nuk e fsheh se çfarë ishte ajo. Prostitut. Një grua që jetonte në margjinat e shoqërisë së respektuar të Jerikos. Shtëpia e saj ishte e ndërtuar mbi vetë murin, ndoshta sepse njerëzit e profesionit të saj shtyheshin drejt periferive, drejt vendeve që askush tjetër nuk donte t'i zinte. Kur ushtarët e mbretit të Jerikos zbuluan se kishte të huaj në qytet dhe erdhën të kërkonin spionët, Rahaba bëri një zgjedhje që do të ndryshonte historinë e saj përgjithmonë. Ajo i fshehu ata. I mbuloi 2 burrat me tufa liri në taracën e shtëpisë dhe gënjeu rojat. Tha se po, burrat kishin qenë aty, por ishin larguar para mbylljes së portave. Tha se nuk e dinte se ku shkuan. I nisi ushtarët të vraponin pas tyre në rrugën e Jordanit. Rojat u larguan. Dhe atëherë Rahaba u ngjit në taracë dhe bëri një marrëveshje me spionët izraelitë. Ajo do t'i ndihmonte të shpëtonin nga dritarja, duke zbritur me një litar deri në anën e jashtme të murit. Në këmbim, kur qyteti të pushtohej, ata do të kursenin jetën e saj dhe jetën e të gjithë familjes së saj. Vini re besimin e fshehur në këtë kërkesë. Rahaba nuk tha nëse e pushtoni qytetin. Tha kur.
Ajo besonte, para çdo dëshmie konkrete, para se të binte ndonjë mur, se ai popull sklavësh të arratisur do të mposhte kështjellën më të vjetër të rajonit. Ajo besonte në Perëndinë e tyre kur populli i saj nuk besonte. Në kapitullin e 2 të Josueut, ajo deklaron hapur, Zoti, Perëndia juaj, është Perëndi lart në qiell dhe poshtë në tokë. Një prostitut pagane që bën një rrëfim besimi më të qartë dhe më të guximshëm se sa shumë izraelit arritën të bënin gjatë 40 viteve të mrekullive në shkretë të tjerë. Spionët ranë dakord me marrëveshjen. Thanë se ajo duhej të lidhte një kordon me ngjyrë të kuqe të ndezur në dritaren e shtëpisë. Një shenjë e dukshme. Dhe kur të vinte sulmi, ajo duhej të mblidhte të gjithë familjen brenda atyre mureve. Baban, nënën, vëllezërit, të gjithë. Çdo person që do të ishte brenda shtëpisë do të kursehej. Çdo person që do të dilte në rrugë do të vdiste me banorët e tjerë. Dhe kështu ndodhi. Kur muret u shembën rreth të gjithë qytetit, seksioni ku ndodhej shtëpia e Rahabës mbeti në këmbë. 2 spionët që ajo kishte shpëtuar vrapuan deri atje para se zjarri të konsumonte gjithçka dhe nxorën të gjithë familjen në një vend të sigurt. Arkeologjikisht, kjo është plotësisht e besueshme. Muret nuk ishin ndërtime uniforme. Seksionet të ndryshme kishin themele të ndryshme, ngarkesa strukturore të ndryshme, nivele të ndryshme përkeqësimi. Një kolaps selektiv, ku disa pjesë shemben dhe të tjera mbeten të paprekura, është strukturisht i mundur dhe është dokumentuar tashmë në site të tjera të lashta. Por ajo që ndodh me Rahabën pas pushtimit është edhe më e jashtëzakonshme se mbijetesa e saj. Ajo nuk u kursye thjesht. U integrua në popullin e Izraelit. Filloi të jetonte mes tyre si një prej tyre. Dhe pastaj u martua me një burr Izraelit të quajtur Salmon. Djali i kësaj martese u quajt Boaz. Nëse njihni librin e Rutës, ky emër është i njohur. Boazi ishte burri që u martua me Rutën, Moabiten, një tjetër e huaj që zgjodhi Perëndinë e Izraelit. Djali i Boazit dhe Rutës ishte Obedi. Obedi ishte babai i Jeseut. Dhe Jeseu ishte babai i Davidit, mbretit më të madh të historisë së Izraelit. Prostituta e Jerikos është në linjën e drejtpërdrejtë të mbretit David. Dhe prandaj, në gjenealogjinë e Jezu Krishtit të regjistruar në kapitullin e parë të Ungjillit sipas Mateut. Një grua që duhej të kishte vdekur me qytetin e saj. Një huaj që duhej të ishte harruar nga historia. Por që, për një akt të vetëm besimi në një moment krize, u shartua përgjithmonë në historinë e shpëtimit. Por le të kthehemi te qyteti në flak. Pas pushtimit me Jerikon që ende nxirrte tym, Jozue u bëri një shpallje solemne para të gjithë popullit. Një mallkim. Kushto që do të përpiqej të rindërtonte atë qytet do të paguante me jetën e djemve të tij. I parlinduri do të vdiste kur të hidheshin themelet. Djali më i vogël do të vdiste kur të ngriheshin portat. Jerikoja duhej të mbetej si rënoj e përhershme. Një memorial i përjetshëm i asaj që ndodhte kur një qytet vijej në rrugën e popullit të Perëndisë. Kaluan 500 vjet. Gjatë mbretërimit të Akabit, një prej mbretërve më të pabesë të historisë së Izraelit, një burr i quajtur Hiel nga qyteti i Bethelit, vendosi të injoronte mallkimin e lashtë dhe të rindërtonte Jerikon. Libri i parë i mbretërve, kapitulli 16, vargu 34, regjistron rezultatin në një fjali të vetme shkatëruese. Hieli hodhi themelet e qytetit me koston e Abiramit, të parlindurit të tij. Dhe ngriti portat me koston e Segubit, djalit të tij më të vogël. Saktësisht siç kishte deklaruar Josueu. Historia e Jerikos nuk përfundoi me pushtimin. Ajo bën jehon përmes gjithë shkrimit si një kujtesë e përhershme e të vërtetave që të i kalojnë atë moment specifik. Kur autori i letrës drejtuar hebrejve në kapitullin 11 liston heronjt e mëdhenj të besimit të gjithë historisë biblike, ai përfshin 2 elemente specifike të historisë së Jerikos. Së pari, me anë të besimit ranë muret e Jerikos, pasi u rrethuan për 7 ditë. Së dyti, me anë të besimit Rahaba, prostituta, nuk humbi bashkë me të pabindurit, sepse i priti me paqe spionët. Besimi që shembi mure të pakalueshme. Dhe besimi i një gruaje të marginalizuar që pa atë që mbretërit dhe generalët nuk mund ta shihnin. Shekuj më vonë, Jezusi kaloi përmes Jerikos gjatë shërbesës së tij toksore. Qyteti ishte rindërtuar, mallkimi ishte përmbushur, jeta vazhdonte rrjedhën e saj. Ishte aty që Jezusi shëroi të verbrin Bartimeu, i cili bërtiste anash rrugës ndërsa turma përpiqej ta heshte.
Ishte aty që Zakeu, ta grambledhësi i përbuzur nga të gjithë, u ngjit në një pemë për të arritur të shihte mësuesin duke kaluar. Qyteti mbarte kujtesën e asaj që kishte ndodhur aty. Dhe vazhdonte të ishte skenë e takimeve transformuese. Ajo që muret e Jerikos mësojnë vërtet shkon shumë përtej teknikave ushtarake apo shpjegimeve sismike. Strategjia që ju dha Josueut ishte plotësisht absurde sipas çdo standardi njerëzor vlerësimi. Marshimi në heshtje nuk shem mure guri. Rënia e borive prej briri nuk kris tulla balte. Britma, sado e lartë të jetë, nuk shkakton tërmete sipas kërkesës. Nëse izraelitët do ta kishin vlerësuar situatën vetëm me logjikë ushtarake, do të kishin arritur në përfundimin se plani ishte i paralizueshëm, qesharak, vetvrasës. Do të kishin propozuar alternativa më të arsyeshme. Do të kishin vënë në dyshim shëndetin mendor të urdhrit. Do të kishin murmuritur kundër Josueut ashtu si etërit e tyre murmuritën kundër Mojsiut. Por ata u bindën. 6 ditë bindje absolute pa asnjë rezultat të dukshëm. 6 ditë duke u dukur si budallënj para banorëve të Jerikos që sigurisht vëzhgonin nga lartësia e mureve, ndoshta duke qeshur, ndoshta duke u tallur, ndoshta duke vënë bast se sa kohë ata të çmendur do të duronin duke marshuar në radhë para se të dorëzoheshin. 6 ditë duke bërë diçka që nuk kishte as sensin më të vogël për asnjë general, asnjë strateg, asnjë ushtar me përvojë në të gjithë historinë e luftës. Dhe në ditën e 7, e pamundura ndodhi. Ka diçka thellësisht shqetësuese në këtë rrëfim për mentalitetin modern. Ne duam shpjegime mekanike. Duam të kuptojmë proceset. Duam të dimë saktësisht se si tingulli i borive u shndërrua në dridhje, dhe dridhja në rezonancë, dhe rezonanca në kolaps strukturor. Duam ekuacione fizike që të justifikojnë matematikisht rezultatin. Por ndoshta pika qendrore është pikërisht kjo. Disa fitore nuk vijnë nga ajo që dim të bëjmë. Vijnë nga ajo që jemi të gatshëm të bëjmë me bindje. Edhe kur duket qesharake në sytë e botës. Edhe kur nuk e kuptojmë procesen pas premtimit. Edhe kur vëzhguesit tallen me pamendësinë tonë të dukshme. Gërmimet moderne gjetën saktësisht atë që teksti biblik përshkroi më shumë se 3000 vjet më parë, tulla të rëna nga jashtë duke formuar rampa natyrore aksesi. Shtresa hiri të trash që mbulonin gjithçka. Kokra të djegura që askush nuk u mor mundimin t'i plaçkiste. Qyteti nuk u pushtua thjesht. U fshi plotësisht. Jerikoja përfaqëson provën e parë të madhe të besimit në tokën e promisë. Nuk ishte për aftësinë ushtarake. Nuk ishte për superioritetin teknologjik. Nuk ishte për strategjinë e shkëlqyer të generalëve me përvojë. Ishte për bindjen ndaj asaj që dukej absurde. Të marshosh në heshtje kur çdo instinkt bërtet për të sulmuar. Të presësh 7 ditë kur ankthi lutet për veprim të menjëhershëm. Të besosh se muret e ndërtuara nga duart e njerëzve përgjatë 1000 vjeçarëve nuk mund të rezistojnë kur Perëndia vendos se ka ardhur koha që populli i tij të hyjë. Gurët ranë sepse ishin gati për të rënë. Gjeologjia e konfirmon. Arkeologjia e dokumenton. Shkenca shpjegon mekanizmat e mundshëm. Por u desh një popull i tërë i gatshëm të duke i marrë në sytë e botës që e pamundura më në fund të ndodhte.